se 100 milion taksat qytetarëve shqiptarë të menaxhohen me SMS, të menaxhohen shkallëve, të menaxhohen skutave, sikur ky shtet s'ka si ligj, sikur ky shtet s'ka si rregull, sikur ky shtet është vetëm pronë e Lubis dhe Edi Rams, që mund bëjnë ç'të duan, që mund vendosin ç'të duan. Për të vjedhur, jo 50, s'është e vërtet, për të vjedhur të paktën 100 milion tunel në Llogaras, anulluan tendrin me ofertë 130 milion. Tani ai shkon 230 milion. Kanë ngrënë urat, kanë zhduk urat. 20 milion 2 ura, s'ekzistojnë. Tuneli është katastrofal në cilësi. Është i pakolaudur. Nga i gjithë komisioni ka firmos vetëm një. Nuk ka çeliku. S'ka si garanci. Ky është tuneli i tyre. Dhe në vend se t'jap dorëheqje dhe shkojt ti e penduar t'i thot drejtësisë se çdo gjë e kam bërë me urdhër të Edi Rams, qendrokratisë e kërconi, thotë unë, jam me mbesa serial killerit, nuk jam Erion Veliaj. Të marrë me vete, edhe kjo është e vërteta. Edhe ndaj ai u detyrohet ta mbajë në krah. Aeroporti i Vlorës, e njëjta gjë, i njëjti skenar. Duhet të falënderojmë zotin Pacolli, që u tregoi shqiptarëve cili ishte tendri dhe skenari. Sa thoni ju? U nis me 105, gjerë tani është 140, do shkoj 180, këtu do ini. Dhe, jo vetëm kaq, qytetarë shqiptarë do paguajnë 10 vitet e para fiks 140 milion euro biletat mungura. A mund sillet kush? A mund sillesh në një vend? A mund sillesh kund në një mënyrë të tillë ndaj qytetarëve të vendit tënd, ndaj shtetit tënd, ndaj vendit tënd, siç bën kjo dyshe famzez? Pra, tuneli i pakolaudur, s'kan firmos. Pista, thot ky, është jashtë standardeve, nuk e marrë, thot, dorëzim. Parat ku janë? Parat janë në kontot e atyre. Unë ndala në këtë analizë, sepse ky është një moment kritik. Ky është një moment kritik i cili kërkon zgjidhje. Kërkon zgjidhje. Janë jo të pakët ata, duhet të flasim haptas, të cilët nuk kanë realizuar si duhet se çfarë do të thotë narkoregjim. Jo, nuk i fajsoj. Ja, është një artilleri e përditshme mediash që nga mjezi gjerëndark nuk bëjnë gjë tjetër vetëm t'i mashtrojnë. Vetëm t'i dizinformojnë është e thjeshtë. Vetëm t'u fshejnë të vërtetën. Ju e patë, në kulmin e skandalit Balluku, Edi Rama pasi dalin konferencë shtypi,
asnjë gazetar, asnjë pyetje për Lubin. Njëra që dështë bëjt e përzun. Asnjë pyetje për skandalin. Asnjë pyetje për tunelin e Llogaras. Asnjë pyetje për aeroportin e Vlorës. Jo. Mram i anulluan emisionet. Se problemi ishte se prokuria i ka dërguar Sali Berishës fletëthirrje për 21 janarin. Tanë dhe këtë duhet ja u servirin shqiptarëve se ky është problemi i shqiptarëve sot. Në çdo akt. Këto media vetëm se bëjnë gjithçka për të mbrojtur, për dizinformuar në emër të qeverisë, e cila i mban me lekë. Kjo është situata, por për ju, për çdo idealist, për çdo njeri, dhe nuk janë të pak, ju garantoj, po janë me qindra mijëra. Njerëz me ideale, njerëz të gatshëm të luftojnë për idealet e tyre, të drejta fisnike. Duhet jetë shumë e qartë se përveç protestës, kryengritjes paqësore, asnjë mjet tjetër nuk do mund të shpëtojë Shqipërinë nga ky pushtim i egër i brendshëm. Në disa aspekte, ju them unë ju, në aspektin e materjes njerëzore, ky te i kalon çdo lloj regjimi që ka njohur shqiptarët në histori. Nuk mund të them për mesjetën dhe ato egzodat e tyre. Po 1 milion shqiptar nga 1 milion, vetëm në hapësirën europiane, pa llogaritë të tjera, nga 2014-2023, Shqipërisë, po të shtojmë dhe të tjerë, miqtë e mi, duhen 60 vite. Shqipëria, në disa aspekte të materjes njerëzore, të qenjes njerëzore, ka shku 100 vite mrapa. Sot ka tregues në lidhje në Shqipërisë që ka patur 100 vjet më parë, për shkak të migracionit. Që nga 2018 e këtej, vdekjet i kemi 2 fish në lindjeve. Po. Pra, për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, që e don këtë vend, një thirrje duhet të zgjojë ndërgjegjën e tij. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihemi. Të ngrihemi dhe ka vetëm një rrugë. Qendresa jonë, protesta jonë. Asnjë rrugë tjetër, ja u them unë ju. Kemi çdo fakt, çdo dhënë, çdo të vërtetë në këtë që themi. Atëherë, është në detyrimin ton madhor këtë situatë dramatike ta shqyrtojmë, ta analizojmë dhe të vendosim t'i përgjigjemi. Në qoftë se si përgjigjemi ne, askush si përgjigjet më. Ju jeni vetë. Shqiptarët nga ne presin përgjigje. Shqiptarët mund të ahidhin ne në lanë. Hikni zvleni. Nuk e bën këtë. Me gjithë 4500 ngjarje aktivitetet të organizuara, me gjithë arrestime dhe dhune,
me gjithë 100 euro për çdo pensionist, me gjithë armatën e zezë të patronazhistëve, me gjithë 28.000 hektar drogë, me gjithë 220 milion euro subvencione në bujqësi, me gjitha këto e këto, shqiptarët prapë qëndruar, aq sa qëndruar. Pra, ekzistojnë qindra mijëra shqiptar idealistë, që ne duhet të shohim pushtrimin. Ju e shifni ç'do ndodh në parlament. Ju e shifni çfarë ndodh në parlament. 10 seanca. Vetëm një ditë kanë lejuar debat. S'ka ndodhur kur. Pse? Sepse nxin në çdo gjë. 10 seanca, vetëm një ditë. Preferoj të kaloj qeverinë pa debat. Sepse është turp kombëtar vetë dhe turp kombëtar ata që i ka emëruar. Bëri gjithçka të kaloj programin e qeverisë pa debat, sepse është një letër vdekur, një mashtrim që i bën shqiptarëve. Shikoni vetë pra. Parlamentin që do ta ketë shtyllën kryesore të pushtetit e asgjëson, por ne ajo është parlamenti i votave të vjedhura. Por shiko çfarë qëndrimi mbajnë ndaj parlamentit.